Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Uroj të jeni mirë, të bëjmë leximin e radhës. Ju kërkoj ndjes që nuk kam arritur t'ju lexoj, nga që kisha një rast në familje. Të dashur Virgjëreshë, leximi juaj është një ftesë për të mos i dhënë pushtet zhgënjimit, por për t'u hapur ndaj ndryshimit që po vjen si shpërblim i kurajës dhe ndjeshmërisë së saj. Shenja e Virgjëreshës është apo që shpesh i kontrollon emocionet me logjikë. Tani duhet të kuptojmë që nuk është faji i jon që ndjejmë thellë, por është përgjegjësia jona të mos mbetemi aty. Po fillojmë me 5 të kupës. Ka ndodhur diçka që të ka lënë të zbrazët, një zhgënjim, një premtim që s'u mbajt, një lidhje që s'u ndërtua, siç e shpresove, apo një situatë që të ka bërë të thuash, ndoshta kërkova shumë. Mesazhi i kësaj letre: jo, nuk kërkove shumë. Kërkove saktësisht atë që meriton. Por nuk ishte vendi i duhur. Mos e ul standardin. Ndrysho rrethin. Qofse është një person, qofse është një situatë, absolutisht mos ulim standardin. Por personin apo rrethin. Të dashur, vajza apo princesa e kupës brenda teje jeton një shpirt i butë dhe krijues, të dashur Virgjëresh, që dëshiron të besoj përsëri, por e ka aq shumë frikë zhgënjimin. Kjo letër të fton të mos e mbyllësh zemrën. Ndjeshmëria jote është dhuratë, jo dobësi. Këshilla e kësaj letre është: fol, shpreh atë që ndjen, krijo, shkruaj, afro, sepse duke u hapur e thërret fatin të vi e tërheq. 7 të shkopive. Kjo është pika kyçe e leximit. Në fakt, tani është koha të ngrihesh, jo për të luftuar me të tjerët, por për të mbrojtur veten tënde nga vetë dyshimi. Këshilla e kësaj letre është: dil nga zona e sigurisë, merr atë hap që ke menduar ka gjatë. Fati favorizon atë që veprojnë edhe kur kanë frikë. Dhe rrota e fatit. Kjo është premtimi, të dashur. Po, situata po ndryshon. Energjia po rrotullohet dhe diçka e re po afrohet, por nuk do të vijë nëse ti nuk ndryshon qëndrimin tënd ndaj vetes. Mesazhi i letrës është: bota nuk është kundër teje. Fati yt nuk është vonuar. Thjesht ka pritur që ti të jesh gati dhe ta pranosh. Ti të jetë gati dhe të kuptosh që nuk mund të marrim nga dikush që nuk ka për vetë. Kërkoj ndjes dhe përmbledhja e leximit të juaj. Je ndjerë zhgënjur, por nuk është fundi, të dashur Virgjëresh. Ndjeshmëria dhe intuita jote janë forca që do të çojnë përpara. Tani është momenti të veprosh me guxim dhe jo me frikë. Fati po ndryshon, po përkërkon hap nga ana jote. Ndryshimi nuk vjen kur mendon ndryshe. Absolutisht. Vjen kur guxon të bësh hapin që zemra jote të ka thënë prej kohësh. Ju ka folur apo përshpëritur prej kohësh, të dashur Virgjëresh.